Tullat dekorative të fasadës dhe kolonat prej betonit të balkoneve të hyrjeve janë kthyer në një rrezik të përditshëm për banorët dhe kalimtarët tek Pallati Mahark në lagjen Rus të Shkodrës. Prej kohësh tullat shkëputen dhe bien në rrugë, duke vënë në rrezik çdo qytetar që kalon pranë godinës. Ka pasur raste kur copat e tullave kanë goditur kalimtar, por fatmirësisht pa shkaktuar pasoja të rënda. Shqetësimi është shtuar edhe me shumë ditët e fundit, pasi problematike janë bërë edhe kolonat prej betonit të balkoneve. Vetëm pak ditë më parë, një prej tyre u shkëput nga godina dhe rambi një automjet të parkuar poshtë, duke i shkaktuar dëme materiale. Këtë problemin e këtyne kolonave se edhe kalëm se banojmi këto, kur ka ra është një gjumë shumë e madhe se pat me frikë se qa nodhi. Edhe janë shumë problematike se bin shumë gorë prej kolonave. Janë tanë dëmtuar në komplet kolonat prej në katë 2 dhe në katë 6 që janë. Edhe këta tullat dekorative janë shumë problematike se bin vazhdimisht rrezikojnë jetën e banorëve. Banorët shprehen se rreziku është i vazhdueshëm dhe kërkojnë që të kryhet një verifikim i mirëhershëm teknik, si dhe ndërhyrja për riparimin e pjesëve të dëmtuara të pallatit, përpara se të ndodhë një aksident me pasoja fatale për jetën e qytetarëve.